E pra të nderuar miqtë e mi, para se të vi me lajmin të radhës, unë dua t'ju informoj se pikërisht tani në orën 21, ne do t'jemi live në kanalin Monitor TV me emisionin Talk Show me mua Tiron Alilin, ku do të trajtojmë temat Big Brother, temat për artistët shqiptar, por mbi të gjitha kemi të ftuar edhe një kirurg profesional për plastik në trupin e njeriut, gjithmonë kuptohet, quhet Artan Dika. Është një doktor të cilët artistët me patjetër që e njohin sepse kanë kryer operime tek klinika ku ai vepron, besoj që janë të lumtur me pamjen e tyre dhe unë kam patur fatin që ta njoh, ta ftoj dhe të flas pak për karrierën e tij, për artin shqiptar, për këto vipa që përdorin kirurgun plastik. Tani dua të ndaloj pak tek një intervistë nga një zonjë e nderuar, e quajtur Flora Kasapi, e cila me atë energjinë e saj të bukur, me atë burërinë që ka brenda vetes, domethënë janë të pakta këto gra në popullin shqiptar dhe unë dua ta komplimentoj përzemërsisht, është Halla e Shpat Kasapit. Ka folur në intervistë për dhimbjen e madhe që po kalon familja Kasapi, por te kjo familje unë ka parë besimin e madh në Zot, që do të thënë këtë humbjen nuk e kanë thënë pse na ra ne, por thjesht janë duke thënë në për të gjitha intervistat që unë po dëgjoj, realisht kjo është jashtëzakonisht e veçantë dhe duhet të jesh shumë njeri i ngritur shpirtërisht të kesh këtë mendim. Do të thënë ato thonë faleminderit Zot që na e dhe Shpatin ne në familje. Imagjinoni sa mirënjohës janë ndaj Zotit dhe se me sa shpirt pastërt po e pranojnë këtë realitet dhe po flasin për Shpatin me shumë krenari. Dhe dhurata më e madhe ndaj Zotit e di cila është? Lidhja shpirtërore që ti ke me të dhe falënderime që ti ja bën atij qoftë edhe në sprova të këtilla. Një deklaratë e Hallës së Shpatit ka bërë bujen në median shqiptare, ku ajo ka thënë se këto artistët e sotëm, këto njerëz të cilët e qajnë Shpatin, ju mungon Shpati kaq shumë, dje nuk e vlerësonin, qoftë edhe mesazhet nuk ja hapnin. E ftuar në televizionin Alsat më me gazetaren Flora Shabani, Halla e këngëtarit të ndjerë Shpat Kasapi ka folur për herë të parë pas humbjes së tij. Ajo ndau me publikun kujtimet e saj për karrierën e shkëlqyer muzikore të nipit, për pasionin dhe suksesin që ai arriti në skenën shqiptare, por e kishte edhe një peng. Ajo shprehu me dhimbje të thellë se Shpati kishte kërkuar bashkëpunim dhe mbështetje nga kolegët e tij kohën e fundit të karrierës, por kjo nuk është se i kishte ndodhur. Ajo që më dhëm më shumë, thotë, është se Shpat Kasapi kërkoi bashkëpunime, e ndoshta as mesazhet nuk ja kanë lexuar. Pse nuk i duam kur i kemi pranë njëri tjetrit? Kjo është e dhimbshme, shprehet Halla mes të tjerash. Do me thënë, unë gjithmonë e kam thënë që rihyrja apo hyrja në Big Brother për Shpat Kasapin do t'ishte një rikthim i bujshëm. Ajo që unë kam arritur, me shumë respekt për familjen Kasapi, ajo që unë kam arritur të kuptoj, është se Selvia dhe Shpati kanë patur një lidhje jashtëzakonisht të bukur. Normalisht si të gjithë vipat shqiptare, dhe për Shpatin do të shpifeshte, edhe për Shpatin do të fliteshte, edhe për Shpatin do të shkruashin lajme dhe është me patjetër që Selvia dhe Shpati nuk do të rinin për çdo media të jepnin prenoncim se ti e ke thënë këtë, ti e ke thënë atë. Nga momenti që ti bëhesh artist, nga momenti që ti bëhesh fytyrë publike, do të shpiket për ty, do të flitet për ty, dhe unë isha shumë i bindur që të vërtetën për jetën e tij, për marrëdhënien me Selvien, Shpati do ta tregonte në rrëfimin e jetës së tij në Big Brother. Dhe Big Brotheri do të ishte një mundësi shumë e madhe që Shpati do t'i ndihmonte dhe ne do ta njihnim atë Shpatin e vërtet, ndoshta me këtë natyrë që ka patur Shpati, jo ndoshta, por jam i bindur që do të shndrohesh në fenomenin shqiptar, por ja që Zoti vendos ndryshe, ndoshta Zoti ka menduar që më mirë është të ishte pranë ti. Mesazhi që Halla e Shpatit dha, dhe unë dua ta falenderoj që dha këtë mesazhin, sepse nuk është vetëm Shpati ai i cili po kërkon për të punuar për famën e tij, po kërkon për të ndihmuar veten e tij, për ta treguar talenti, për ta treguar shkatësinë, por nuk i hapen dyert. Kohëve të fundit artistët shqiptar që sot qajnë
por ditëve të djeshme kanë qenë shumë të izoluar dhe vazhdojnë të jenë të izoluar me të tjerët. Nuk do thotë që Shpatit i ndodhi kjo gjë dhe ato u vetëdijsuan dhe tani do t'i hapin dyert artistëve të tjerë apo do të jenë bashkëpunëtor. Jo, xhelozia, mlefi, urrejtja vazhdon të jetë tek ata, vazhdon të jetë pjesë e jetës së tyre. Domethënë, është një profesion që xhelozinë e kanë bazë. Ky ka bërë këngë më të mirë se unë, nuk e mbështes, nuk ja publikoj këngën, nuk ja shpërndaj. Dhe realisht kjo është gabimi që ndodhen në këtë profesion. Unë e di se vetë merrem me këtë rrugë dhe e di se sa e vështirë është që të futesh në sken, të jesh në treg për të ndihmuar, nuk ka shansa të ndihmojnë. Andaj unë apeloj që mesazhi i hallës së Shpat Kasapit të jetë një mesazh i dëgjueshëm në veshin e tyre. Ajo nuk e ka thënë kot këtë gjë, ajo ka folur me shumë dinjitet dhe mendoj që ky mesazh dhe historia e Shpatit të vetëdijsoj ato dhe të paktën Shpati le të jetë një ëngjëll që t'ua hap rrugën të gjithë artistëve të tjerë që vërtet kanë talent, por kërkojnë mbështetje, edhe pse Shpati famën e kishte, por normalisht bashkëpunimet me artistë do të ndihmonin edhe më shumë. Por siç duket artistët në thonjza, sepse unë ato nuk i quaj artist, por i quaj njerëz të vetë pëlqyer, ato njerëzit e vetë pëlqyer me patjetër që nuk shohin mesazhet. Okej, këtu dua të heq Fifin sepse Fifi e arsyetoi që nuk e ka parë mesazhin dhe ndodh që mos ta ketë parë, po ka edhe shumë të tjerë që e din shumë bukur, sepse unë ndjek Miza Ndërkësul, e din shumë mirë se për kë bëhet fjalë. Unë uroj që Shpati të prehet në paqe, kënga e tij do të dëgjohet gjithmonë, por le t'i mbështesim njerëzit kur i kemi, jo kur i humbim.